Tenderi për elektrifikimin e linjës hekurudhore Tiranë-Durrës-Rinas është finalizuar me shpalljen e kompanisë që do krye punimet. Konfirmimi vjen nga kreu i hekurudha shqiptar Ergys Verdho, i cili tha për televizionin Skan se kontrata me kompaninë italiane pritet të nënshkruhet në muajin korrik, ndërsa punimet nisin në shtator. Është shpallur me fitues kompani italiane, e cila do merret me elektrifikimin e linjës. Në muajin korrik lidhet kontrata dhe në muajin shtator fillojnë punimet. Ka një proces të rishikimit të projektit, por ai shumë i shkurtër sepse projektin e kemi detajuar dhe finalizimi bëhet në 2027. Praktikisht kanë 2 stacione, të cilat do energjizojnë linjën e katenarit nga Tirana në Durrës. Oferta e shpallur fituese ka një vlerë prej 22 milion euro, ndërsa përveç linjës Tiranë-Durrës-Rinas do përfshijë dhe elektrifikimin e 4 kilometrave që do ndërtohen për të rikthyer stacionin e trenit në kryeqytet. Oferta e kompanisë italiane është 22 milion euro, ku, siç e tham, e gjithë financimi vjen nga Bashkimi Evropian. Institucioni financiar është EBRD-ja, Bergji, dhe është gjysmë grant, gjysmë kredi. Projekti përfshin edhe 4 kilometrë që do ta shohim edhe më vonë, dhe kjo do të bëjë që karbon zero dhe sipas normave të reja të transportit hekurudhor. Tenderi për elektrifikimin e kësaj linje hekurudhore u hap nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim në muajin shtator të vitit të kaluar, teksa autoritet kontraktor është Hekurudha Shqiptare. Elektrifikimi është një nga hallkat e fundit për finalizimin dhe vënien në operim të linjës, teksa aktualisht kanë përfunduar punimet civile dhe po punohet për ndërtimin e godinave të stacioneve. Paralelisht është duke u zhvilluar procedura tenderuese për ndërtimin e stacionit të Rinasit, që nuk është pjesë e kontratës fillestare, si dhe tenderi për ndërtimin e segmentit që do mundsoj lidhjen nga terminali i autobusëve në Kashar me stacionin e dikurshëm të trenit në kryeqytet.